erdhët në vlogmas numër 8. Është dita ime dytë në Budapest, është shumë herët në mëngjes. Unë nuk kam pirë as kafe as asgjë, sepse në orën 8 kemi pronontuar të shkojmë te parlamenti i Budapestit, që është një nga ndërtesat më kryesore edhe më të famshëm në këtë vend. Kisha parë që ja vlen shumë turi, që të shkosh ta shikosh nga brenda, domethënë këtë si ndërtesë. Edhe them ta bëjmë, po unë nuk e kisha menduar që me që e pronontuam në orën 8 mëngjesit duhet të zgjohesha në orën 6 që të bëjmë gati, edhe në orën 7 të dalim nga shtëpia. Edhe akoma nuk kam pirë kafe. Dua pak të vras veten, po doja dal. E vdiqja nga ftoti, vdiqja, kur i them vdiqja, kam veshur momentalisht 3 xhaketa poshtë palltos, edhe prap jam plevitosur, nuk ndjej as duart e mia, as këmbët, as asgjë. Arritëm të stacioni autobusit. Në përgjithësi kemi afër stacionet, diku te 10 minuta në këmbë, edhe stacionin e metros, edhe të autobusit, edhe tren kemi këtu afër, kështu që na ka volitur, domethënë, transporti në Budapest. Nuk kam provuar deri tani të marr taksi në asnjë vend. Nuk e kam patur edhe nevojë, duket është super okay të lëvizeni vetëm me transportin publik që ka. Sa arritëm, shikoni sa bukur që është, edhe pse kam ftohtë ndihem që jam në një film të Harry Potter. Nuk e di, shumë e bukur, edhe kjo që shikoni tani nuk është as gjysma që shikoj unë, se është gjigante. Edhe mezi po pres ta shohim të gjitha. Kam t'i them që sa humbëm turin që kishim pronontuar, sepse Jani nuk ishte par emailin që i kishin dërguar, i cili thoshte që ne duhet ishim këtu në orën... Thoshte që ne duhet ishim këtu në orën 7:40 ose 45 maksimum, edhe ne arritëm në orën 8, se atje shkruante që turi fillon në orën 8:01. Por te emaili thoshte që duhet jeni këtu në orën 7:40, sepse para se të hysh brenda te turit të parlamentit, duhet të kalosh një kontroll nga policat, nga të gjitha këto, që ne nuk arritëm ta kalojmë, thjesht vajtëm atje, na pa ajo, na tha e keni humbur, se nuk ishit këtu te kontrolli, të kishit lexuar emailin, kështu që të mësoni ju të paktën nga gabimet tona, po të vini në orë që duhet, se unë tani kam tepër shumë nerva, ja lash Janit në dorën e tij, edhe thash okej, ndihem e sigurt, po ja që nuk duhet ta kisha lënë. Edhe kam shumë nerva momentalisht, sepse kam dhënë lek, unë lekët i pagova, nuk i mora mbrapsht, domethënë. Edhe parlamentin nuk do e shoh. Nuk jam mirë, se jam zgjuar edhe në orën 6, nuk kam pirë as kafe as asgjë. Edhe momentalisht nervat e mia nuk janë mirë, dua të qaj, po jo, do mbaj veten. Edhe tani me që nuk e pam këtë, tham të shkojmë të vizitojmë të paktën New York Cafe, që është një kafe këtu në Budapest shumë e famshme, sepse ka një arkitekturë brenda që është nga vite të vjetra, po e kanë mirë mbajtur shumë bukur. Edhe të paktën të shohim atë, se edhe në atë kafe dëshim të shkojmë një ditë tjetër, po me mëngjes prap, sepse ka shumë radh, ka shumë njerëz që e vizitojnë nga gjithë bota. Edhe po vajtëm nga dreka për shembull, ose mëngjesin, mund të presësh edhe 3 orë në radh. Kështu që tani të paktën jemi herët, shpresoj. Duam diku te 10 minuta ose 15 minuta të arrim atje. Kaq ishte historia jon. Shpresoj të shkojnë të gjitha mirë. Unë po e vrava këtë shokun tim, nuk do kem faj, ta dini, janë të gjitha në kamera. Sa arritëm, ka pak radh, po nuk është asgjë fare me ato që kam parë, domethënë në TikTok e në Instagram, që presin nga 3 orë. Kjo më duket të tipit okej, normale, 10 veta në radh diku atje. Me shumë mundësi do presin pak, një gjysmë ore besoj, shpresoj.
Atëherë, mbasi mbaruam me kafen ton, vajtëm një xhiro në një qendër tregtare që ka Primark. Unë në Primark desha të shkoj që atëherë që isha në Itali. Nuk arritëm të shkojmë atëherë sepse nuk patëm kohë, por tani e vizitova. Disa blerje i bara, i ku mbarovi, le ta harojmë. Do ja u tregoj të gjitha kur të rikthehemi në shtëpi. Edhe tani kemi marr autobusin që të shkojmë në Airbnb-n ton, të ndrohemi, edhe pastaj të dalim pak më vonë, të shkojmë të hajmë ndonjë gjë. Do shohim. Nuk kemi diçka të planifikuar, sepse atë që kishim të planifikuar nuk e bëm. Është ora të bëjmë një haul. Unë në Primark kryesisht desha të shkoj sepse desha të marr një palë bizhame të reja. Edhe gjeta këto, të cilat janë roz me vija, edhe me këto zemra të kuqe, edhe ndjem që janë super cute. Shpresoj të më bëj numri. I mora në masën extra small sepse në Primark në përgjithësi bizhamet i kanë shumë të mëdhaja. Mami, domethënë kur kishte marrë një masë medium, i rinin gjigante. Edhe mami për shembull do masën small në këto bizhamet. Kështu që edhe unë mora extra small. Nuk do i provoj tani, do i marr kështu siç janë. Ndërkohë pash edhe një xhaket fantastike, jo në Primark, në një dyqan tjetër, në New Yorker. Edhe se pash rash në dashuri, po nuk e mora, sepse ishte 50 euro dhe mbajta veten, po realisht tani që po e mendoj, ndjem që bëra një gabim në këtë jetë, por s'ka që, unë do vazhdoj me të tjerat. Mora disa palë çorape të bardha të thjeshta, edhe këto ishin blerit e mia. Nuk bleva asgjë tjetër, nuk e di si e mbajta veten time. Do vazhdoj me gjërat që mori Jani, i cili nuk e mbajti veten aq sa e mbajta unë, sepse do ju tregoj tani çka ka marr. Fillojmë me dorashka, që ju kisha thënë që kërkonte të marr këto ditë Jani, sepse është plevitosur nga ftohti që bën këtu. Pastaj kemi një këmish të bardhë. Kishte një këmish të bardhë me vete, por ka thënë që i ri pak e ngushtë dhe mori një që është pak më elastike, nuk e di. Por nuk e di t'ju them edhe sa kushtonin, prisni. Ja, kjo këmisha kushtonte 17 euro. Dorashkat kushtonin 13 euro. Pal pantallona cargo. Në Primark Jani mori këto këpucët këtu, të cilat nuk e di ç'a mendonte kur i mori. Në përgjithësi nuk e di ç'a mendon, ç'a ka në mendjen e tij. Më duket është bosh. Por mori edhe këtë xhaketën të zezë që ka veshur tani, më duket është e trashë ngrohtë. Plus mori edhe këto tutat gri. Edhe një sekond se ka edhe të tjera, do vazhdojmë. Pastaj mori këtë çantën këtu që është për make-up, nuk e di për ç'a është. Mori dhuratë për një shoqe që ka. Një shall të zezë, të thjesht. Një palë pantallona të tjera cargo, edhe këto, po thjesht janë të zeza pasje fare lartë. Normale me që nuk ishte vend t'i ve diku të gjitha këto gjërat që blevi, mori edhe një valixhe të vogël, sepse dështoj në kthim. Edhe këto ishin blerjet tona për sot. Ndërkohë, dje që vajtëm një xhiro te qendra. Morëm edhe 2-3 budallalliqe që të provojmë, që unë nuk i kam parë në Athinë ose në asnjë vend tjetër. Duke do i provojmë në darkë kur të rikthehemi në shtëpi, por prisni. Kemi marrë Doritos, të cilat kanë shije burger, edhe shkruajnë lart Burger King, më duket është bashkëpunim me Doritos. Nuk e di ç'a shije do kenë, apo po do jenë të mirë apo jo, po do i provojmë pastaj. Këtu ja mora të dashurit dhuratë, sepse Davy më kishte thënë një ide fantastike që kishte, që të krijoj një produkt tashes, që është kjo këtu, domethënë, edhe unë i kisha thënë që ekziston, nuk më besonte, i kisha thënë ekziston. Këto janë akullorja, pjesa poshtë fare, kjo që ngjelet në fund edhe ha edhe ka edhe pak çokoladë brenda, janë këto. Me thënë pa akullore, është vetëm kjo pjesa poshtë. Edhe më kishte thënë Devi atëri që unë do e bëj, do jetë fantastike, se i pëlqen edhe atit shumë kjo pjesa, edhe më tha do bëhet super virale. Unë i thoshe që ekziston, nuk më besonte, ja. Ekziston, edhe ja mora dhurat t'ja qoj, t'i haj, edhe t'a flej mendjen. Pastaj kemi marrë të provoj Jani, se unë nuk haj turshi. Është një turshi që është bërë super viral në TikTokun amerikan. Edhe mori që të provojt se mua më duket e shpifur, e realisht e shpifur, po do shohim po do ketë shihet mirë apo jo, pastaj do na thot. Edhe të fundit që kemi marrë të provojmë janë këto, të cilat nuk jam edhe sigur ç'a janë, po kanë gërma kineze lart, kineze, japoneze, nuk e di.
mbarovi lavatriçja. Po janë me shije lule shtrydhe edhe raspberry. Të mira duken. Edhe kaq ishin gjërat tona për sot. Tani duhet të ndrohem unë avash avash edhe të dalim përsëri nga shtëpia, të shkojmë një xhiro nga ana tjetër i qytetit, sepse Budapesti ndahet në Buda edhe në Pest. I ndan në mes ai lumi që ju thash në mëngjes që ishim atje. Edhe duam tani të kalojmë nga ana tjetër të shohim edhe andej se nuk jemi vajtur deri tani. Kështu që dua të sigurisht të ndroj outfitin sepse bëra fotografi me këto, kështu që u mërzita, dua diçka ndryshe tani. Të heq edhe këtë nga koka, i lidh flokët disi ndryshe, nuk e di si. Në New York Cafe nuk i thash fare për eksperiencën ton, harova unë. Ishte fantastike brenda, do me thënë arkitektura, gjithë ndërtimi ishte wow. Unë hyra brenda edhe ngela me gojë hapur. Për mua ja vlen të vizitoni, thjesht të dini që duhet të shkoni shumë herët, sepse kur ikëm radha, që atje që ishte në mëngjes që prisnim ne, kishte vajtur deri poshtë fare, nuk e di sa orë duhet të prisnin ata njerëzit që të hynin. Kështu që njëri sugjerim është ky, plus ta dini që është shumë i shtrenjtë. Do me thënë shumë i shtrenjtë. Ne morëm 2 kafe, 2 si tip ëmbëlsira, edhe pakuj, edhe paguam 60 euro për 2 veta. 60, që do me thënë janë shumë lek. Por po doni ta bëni si eksperiencë, është shumë e bukur. Plus pastaj, në momentin që deshim të ikim, unë dëgjova muzikë edhe thash ç'a bëhet. Edhe kishte orkestër që luante muzikë. Edhe mirë që vajta e pash edhe atë nga afër, ishte fantastike edhe ajo. Sikur jetoje në një film, atë ndjesi më jepte. Kaq, po shkoj të ndrohem edhe rikthem. Unë po vazhdova ta bëj këtë zhurmën, do i marr këto shapkat, do i hedh nga balkoni. Me vërtet. Unë ndrova, outfiti dytë për sot është ky këtu. Atëre kam veshur një bluzë të bardhë të thjesht me qaf që të mos kem ftohtë, me që i kam kapur flokët lart fare, janë disi kështu. Vur edhe këto vathkat gold, edhe gjithashtu unazet e mia gold. Pastaj poshtë kam veshur xhinse të bardha, të cilat janë të reja, nuk e di po e mbani mend, por para disa ditëve ju tregova që kisha vajtur për shopping në një si tip outlet me gjëra atletike dhe brande dhe marka e të gjitha. Edhe kisha gjetur këto xhinset këtu, të cilat kushtonin 25 euro edhe janë nga marka Guess. Edhe më rinë edhe shumë bukur, më pëlqen shumë që kanë bel të ullët edhe nuk janë deri këtu lart. Vur edhe këtë xhaketën e cila nuk do duket, do jetë nga poshtë, po edhe do duket, nuk besoj që është keq. Edhe nga lart do vesh pallën tim të ri, të cilin prisni se nuk ja kam treguar juve akoma. Nuk është fantastike. Nuk duket mirë ngjyra, por është mov. Edhe ndim që kam rënë dashuri. Jam veshur shumë mirë, por do marr edhe dorashkat e mia me vete që të mos më thënë duart. Plus në këmbë do vesh këto çizmet këtu të zeza që janë me tak të ulët që të mundem të hec. Mundemi të ikim. Vendos edhe qerpik falso, se i kisha marrë me vete i pash tani, thash, okay, why not? I provova, më duket më pëlqej. Got myself into a world full of trouble. I've been losing my head, losing the battle. They drag myself. Arritëm nga ana tjetër e Budapestit që është pjesa e Budës, që unë mendoja që jemi te Pesti, po jemi te Buda. Kjo këtu mbrapa është kalaja e Budës, kështu e ka emrin. Dhe atje mbrapa mundesh të bësh foto me gjithë pamjen e qytetit, që duket super bukur. Plus atje mbrapa kemi edhe Christmas markets me gjëra po duam të pim, të ham, dhe kështu, bukur, po kalojmë, po vazhdojmë xhiron ton. Deshim një suvenir, edhe këtu mundesh të vesh 1 euro, edhe të krijon këtë këtu që është me ndërtesat e Budapestit, e rrotullon këtë gjën, edhe të nxjerr një coin tjetër. Ja rrotulloje tani. Shikoni me çfarë forcë bën. Hop. Kape tani, cera poshtë. Ja të shohim ç'a doli. Shikoni se e bukur, edhe unë tani këtë do e mbaj në portofolin tim që ta kem si suvenir. Nëpër këto budalli që prish unë edhe ky shoku im lekët tona. We're breaking out of the middle. We're flying fast like a missile. Can we hold on just a little longer? Where do we go now? I wanna let my hair down. I wanna scream a little too loud. I wanna stay out till the sun comes up. Then I'm looking
sepse ishim me vrap të arim të kalojmë urën, sepse dyshe të kalojmë gjithë urën, të arim nga ana këtej që të marrim trenin, i cili do na çojë tani në një lokal që kemi gjetur, restorant, lokal, nuk e di, që të hajmë një pjatë tradicional të vendit që unë e kisha parë këtu edhe disa ditë. Arriti treni, hajde. Jemi kthyer në shtëpi, siç mundeni të shikoni, situata është kjo. Jam përsëri e lodhur sepse normale kur je gjithë ditën rrugëve edhe bred, edhe shikon, edhe kemi ecur edhe shumë në këmbë, të tipit shumë. Nuk ndjej këmbët edhe kisha veshur edhe ato çizmet që kanë pak fare tak, po prap kur ecën gjithë ditën, normali që e ndjen atë takën pastaj pas pak orëve. Por desha të them që ne u nisëm të shkojmë te ai restoranti që ju thash që ka atë ushqimin tradicional specifik që desha të haj, por ai restoranti ishte i mbyllur. Edhe që atje tham hajde të shkojmë diku afër shtëpisë, sepse ka një si tip park këtu afër, edhe kishim parë që kanë vënë tani një pistë me akull që njerëzit bëjnë patinazh atje, edhe kishim parë edhe si Luna Park, kishte edhe lodra të tjera. Ishte kështu bukur, tham le të ecim një xhiro, mos gjejmë edhe diçka të ham. Edhe atje kishte një vend që bante fikse të ushqimin që po kërkoja unë të ha, të tradicionalin, duket quhet Langos, diçka e tillë, edhe provuam, ishte shumë e mirë. Domethënë mua më pëlqevi tepër shumë. Ishte si petullat që bëjmë ne në Shqipëri. Thjesht nga lart vinin një si tip lëng që ishte me hudhër, pastaj nga lart vinin një sour cream, një krem, pastaj në fund hidhnin edhe pak djath. Edhe hëngra ishte fantastike, më pëlqevi tepër shumë. Dhe ishim në të ftohtë, sepse fillovi dhe shiu, si u thash, që nuk ishte shi i madh, po ishte ai shiu që thjesht të jep bezdi, që hec në rrugë edhe të bie ujë në kokë edhe të jep bezdi, kaq. Edhe kishim ftohtë, edhe se hëngra atë që ishte e ngrohtë, i bërin ato moment, domethënë e pam atë zonjën që na i gatovi, edhe ishte fantastike. Ngrofi zemrën, shpirtin. Edhe desha t'ju them që unë kisha në mendje që do vi në shtëpi do provoj ndonjë snack që të bëjmë ndonjë review me ju. Po mua tani nuk më hahet fare buk, nuk dua të haj. Kështu që them të provojmë një ose dy max. Edhe të tjerat t'i mbajmë për nesër, me shumë mundësi. Janë do provoj këtë, ndërkohë që unë do provoj këto Doritos që mora. Edhe tani ndiem që me të parin që do ha do vjell, shpresoj jo, por le të shoh. Vetëm nga era që ka unë nuk e di po dua ta provoj. Jo. Për mua kjo është -100. E shpifur fare, shpifur si që është do shkojmë plera. Gjyna ato lekët që dash që ta marr. Ti në pëto. Mbaner, tani nuk dua ta them, por mbaner sigur ka vajtur tani dikush në banjë. Vetëm që jam këtu. Ik se ma shpife jetën. Unë këtë, edhe pse nuk e provova, do i dhe -500. Po tjetra ishte -100, kjo ishte -500. Nuk vajti shumë mirë kjo prova me snacksat. Shpresoj nesër ato të tjera që ka marrë të jenë pak më të mira, se nuk e di, do i hedh të gjitha. Sa dola nga banja, siç mundeni ta kuptoni, edhe kam marrë këtu laptopin tim sepse kam të kaloj disa video. Pastaj të mbaroj pak me vlogmasin që kam të postoj për nesër, edhe kështu gjërat bukura, punka. Kishim në mendje mos dalim prap do një xhiro kështu në dark, të pim diçka jashtë, por Jani ka fjetur në sallon, unë bëra banjë tani edhe dua të vras veten. Nuk dua të bëj asgjë, jam e kputur, kështu që do shtriem edhe unë për pak të flej gjumë kur të mbaroj, edhe prandaj e hap edhe kamerën që t'ju përshëndes. Shpresoj të keni kaluar bukur, të më suportoni me një like, një subscribe ose një koment, që të doni ju, ose të treja, ose një hype, edhe ne do shihemi nesër.